Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Qeveria indekson të gjitha kategoritë e pensioneve në masën 2.7%, vendimi i Këshillit të Ministrave hyn në fuqi nga data 1 korrik, përfitojnë 900.000 persona. Thellohet skandali i kompanisë Sorial, shkon në 64 numri i studentëve të helmuar, por AKU kungul se subjekti që ofronte ushqimin kishte kushte të përshtatshme. Dënohet me burgim të përjetshëm Flaren Dervishe, 35 vjetë heqëllerie Julian Meçes, shpallën fajtor për atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doj. Kryeministri Rama ironizon protestuesit që i kërkojnë dorëheqjen, thotë se nuk ka ndërmend të largohet dhe kujton objektivin e antarësimit brenda 2030. Vjen mëngjesisht, qeveria vendosi që të indeksojë të gjitha kategoritë e pensioneve me 2.7%. Nga vendimi që hyn në fuqi nga 1 korriku, do të përfitojnë 900.000 persona. Këshilli i Ministrave po ashtu miratoi edhe 300 kredi të buta për punonësit e administratës. Nga data 1 korrik, të moshuarit do të kenë rritje të pensioneve. Këshilli i Ministrave miratoi indeksimin në masën 2.7%, ndërsa në total do të jenë 900.000 përfitues. Këtij viti që nga data 1 korrik, në vitin 2026 pra, ne do të indeksojmë pensionet me 2.7%, pra të gjitha pensionet e pleqërisë, por edhe pensionet e veçanta apo edhe përfitimet e barlindje janë rreth 900.000 përfitues. Gjithashtu, Ministri e Ekonomisë Delina Ibrahima i bëri me dije dhe miratimin e 300 kuotave për kredite buta për punonjësit e administratës. Ne sot miratuam kuotat për 300 kreditë buta, të cilat do të jepen me normë interesit 0 për disa kategori të punonjësve të administratës publike. Bëhet fjalë për punonjës të policisë së shtetit, të cilët do të kenë 70 kuota, për punonjës të policisë së burgjeve, të cilët do të kenë 20 kuota, për arsimtarët, të cilët do të kenë 70 kuota. Ndryshe nga herët e tjera, në daljen para mediave, ministrat u pritën me thirrje të disa protestuesve për dorëheqjen e qeverisë. Por, në përgjigjen për gazetarët, ata u shprehën se kjo gjë nuk do të ndodhë. Diskutimin unë shoh që janë një numër qytetarësh që janë duke thirrur me zë të lartë, ndërkohë që unë jam duke folur, por që është një numër shumë i lartë qytetarësh, janë mbi 800.000 qytetarë, të cilët kanë zgjedhur Partinë Socialiste, kanë votuar për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën për drejtimin e vendit. Mbartim shumë përgjegjësi karshi qytetarëve, karshi vendit, karshi një kontrate që ne përfaqësojmë këtu. Ne nuk kemi vetëm vetvetja dhe është shumë e rëndësishme të kuptohet që është në radhë parë një herë në respekt të vetë protestës si institucion, që ne cilëme me përgjegjësi ndaj gjithë atyre që na kanë votuar, pavarësisht se sa mund të jetë realisht ky numër sot, pavarësisht se sa dhe cila mund të jetë ndjeshmëria edhe e votuesve tanë, dhe ne duhet të respektojmë shumë natyrisht vullnetin e të gjithë qytetarëve. Ministrat theksuan se Shqipëria ndodhet në një situatë të mirë dhe se nuk mund të hidhet poshtë e gjithë puna e bërë nga mazhoranca ndër vite. Numri i studentëve të helmuar në Akademinë e Sigurisë në Tiranë ka shkuar në 64. Ndërkohë, prokuroria po heton përveç kompanisë Sorial edhe Autoritetin Kombëtar të Ushqimit. Kjo për faktin se ky institucion kishte hequr masën e bllokimit të subjektit në rastin e parë kur u helmuan 58 studentë të tjerë. Thellohet skandali i helmimit të studentëve të Akademisë së Sigurisë, helmim që dyshohet se u shkaktua nga ushqimet e shërbyera nga kompania private e cateringut Sorial, e cila administrohet nga Alma Tafani. Sipas të dhënave, numri i studentëve të helmuar ka shkuar në 64. Krahas 60 kursantëve të parë, 4 të tjerë janë paraqitur në urgjencë me po të njëjtat simptoma. Ndërkohë, policia dhe prokuroria e Tiranës vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht shkaqet e ngjarjes. Dosja e helmimit të dytë pritet të bashkohet në një të vetme me rastin e parë, ngjarje e ndodhur në fillim të muajit maj të këtij viti. Përveç kompanisë Sorial që çon ushqimin me catering në akademi, burime bëjnë me dije se hetimet kanë përfshirë edhe AKU-n. Ky institucion po hetohet për të verifikuar nëse pas rikthimit të aktivitetit të Sorial ka kryer ose jo kontrolle të tjera në ambientet e saj gjatë 2 muajve të fundit. Ndërkohë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në një reagim thotë se nga verifikimet në Akademinë e Sigurisë u konstatua se subjekti ushtronte aktivitetin në kushte higjienës sanitare të përshtatshme dhe me dokumentacion shoqërues të përshtatshëm.
AKU bën me dije se është kryer kampionimi 14 mostrave, 7 nga vakti i drekës dhe 7 nga vakti i darkës për analizim për treguesit mikrobiologjik dhe se u mor mas me ndërprerje e aktivitetit deri në daljen e përgjigjes së analizave. Po ashtu mësohet se këtë të premte pritet të merret në pyetje administratorja Alma Tafani, e cila pas helmimit të parë të studentëve është duke u hetuar penalisht në gjendje të lirë. Grupi hetimor është në pritje të përgjigjes së analizave të mostrave të marra të ushqimit nga AKU për të përcaktuar sakt shkaqet që çuan në helmimin e 64 studentëve. Në rastin e parë ku u helmuan 58 studentë, AKU edhe pse bllokoi aktivitetin e Soriale, më pas ja riktheu, ndërkohë që u mjaftua vetëm me një gjop prej 1.5 milion lekësh. Gjykata e posaçme shpalli këtë të premte vendimin përfundimtar për organizatorët e atentatit ndaj ish prokurorit Arjan Doja, ku mbeti i vrarë shoferi i tij. Togat e zeza vendosën të mbyllin përjet në Qeli, Plarend, Dervishajn, ndërsa Julian Meçe do të vuajë 35 vite burg. Më herët është dënuar po me burgim të përjetshëm edhe Redian Rahja. Shpallet fajtor, Plarend Dervishaj dhe Julian Meçe për tentativën e ekzekutimit të ish prokurorit Arjan Doja. Gjykata e posaçme dënoi Dervishajn për jetë, ndërsa Meçen me 35 vjet heqjelirie, duke pranuar kështu kërkesën e prokurorisë së posaçme që në këtë çështje u përfaqësua nga Adnan Xholi. Më 1 nëntor të 2019-s, te mbikalimi i Shkozetit u qellua me breshëria automatiku ndaj automjetit me të cilin udhëtonte ish magjistrati Doja, së bashku me Aleksandër Lahon, që njihet si Rumi i Shijakut. Nga atentati mbeti i vdekur shoferi i prokurorit Andi Maloku. Në sallën e gjyqit, i ati i tij tregoi se ai ishte punësuar vetëm 1 muaj më parë, ndërsa vetë Arjan Doja shpreh ngushëllimet e tij për djalin 24 vjeç që ndroi jetë disa ditë pas ngjarjes. Në rrëfimin e tij për togat e zeza të gjykatës së posaçme, tentativën për vrasje, Arjan Doja e lidhi me profesionin e tij si prokuror. Më 6 maj të 2022-shit, ai u shkarkua nga vettingu pasi ngeli në kriterin e pastërtisë së figurës. Atentati ndaj tij u zbardh nga rënja e SKCC-s ku u provua ekzistenca e krimit organizuar. Me vendim të formës së prerë janë dënuar më herët Redian Raja me burgim për jetë, Ariol Halilaj me 35 vite, Ramazan Raja 6 vjet, 5 vjet e 4 muaj është dënuar Genti Ndërjaku, 4 vjet e 8 muaj Bashkim Haxhia, si dhe 4 vjet e 4 muaj Julian Pietri, të gjithë për vrasje në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Kryeministri Edi Rama ju është përgjigjur me ironi kërkesave të protestuesve, ku më kryesorja është dorëhiqja e tij. Shefi i qeverisë ka bërë të qartë se nuk ka ndërmend të largohet, teksa ka kujtuar premtimin për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Kryeministri Edi Rama vijon me reagimet për protestat. Në një postim në rrjetet e tij sociale, renditi arritit e qeverisë që ai drejton, duke ironizuar kërkesën e qytetarëve për dorëhiqjen e tij. Dorëhiqu për transformimet e zonave urbane dhe rurale, dorëhiqu për aeroporte, dorëhiqu për turizmin që shënon shifra rekord, dorëhiqu për negociatat që u hapën, dorëhiqu për konferencën e 8 ndërqeveritare, dorëhiqu për kthimin në shinat e ekonomisë, dorëhiqu që sot keni rritur pagat në thuajse të gjithë sektorët e ekonomisë, dorëhiqu sepse sot protestohet paqësisht dhe në dritaren tënde nuk ka snajper, dorëhiqu për transformimet në arsim, shëndetësi, infrastrukturë dhe jo vetëm. Mesazhin e tij Rama e shoqëron me një foto, ku i kërkohet dorëheqja, por shton vitin 2030, kohë kjo kur qeveria ka premtuar se Shqipëria do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Realiteti është bezdisës për ata që jetojnë me nostalgjinë e krizës së përhershme. Dorëhiqu sepse e ktheve Shqipërinë në një vend që sot respektohet ndërkombëtarisht. Ose mendoje kështu, dorëhiqu në 2030-ën. Nuk do na duhesh atëherë, por do të kujtojmë me siguri. Qytetarë dhe aktivistë prej 26 ditësh protestojnë në bulevardin Dëshmorët të Kombit përpara kryeministrisë, ku përveç largimit të kryeministrit Edi Rama, kërkojnë anulimin e projektit të Zvërnecit dhe transparencë nga qeveria. Majoranca dhe opozita kanë lexime të ndryshme për protestat. Për bashkëkryetarin në Komisionit të Territoriale Sarbian Mazniku, ato tregojnë nivelin e lirisë në vend demokratik, por Luciano Boçi bën thirrje që qeveria të reflektojë dhe të ballafaqohet me qytetarët. Protestat për çështjen e Zvërnecit sollën reagime nga anëtarët e Komisionit të Posaçëm të Reformës Territoriale, të cilët vijojnë turin e takimeve në çdo bashki të vendit. Nga Korça, bashkëkryetari socialist Arbian Mazniku i cilësoi tubime si një fenomen normal që ndodh në çdo vend demokratik. Shqipëria është në një rrugë
të zhvillimit të demokracisë. Kështu ka qenë gjatë disa kohë dhe kjo është një proces i cili është krejt normal. Jemi një vend i lirë, njerëzit kanë mendime ndryshme, debatojnë, diskutojnë, zhvillojnë. Sot jemi për një dëgjes për reformën territoriale që është pjesë e një procesi ku me mekanizmat që demokracia ka, të gjitha ato, nga dëgjesat, ke parlamenti, ke zgjedhjet, ke protestat, ke peticionet e diskutimet. Kjo në fakt është shenjë një demokracie të shëndetshme, ku të gjitha këto gjëra funksionojnë, kemi diskutim me zgjidhje palëve dhe në fund fare me mekanizmat që prap demokracia ka, ç'është zgjidhje me zgjedhjet me Por ndryshe mendon demokrati Luciano Boçi, i cili u shpreh se diskutimet për reformën territoriale janë të kota, në një kohë kur qytetarët kërkojnë largimin e qeverisë aktuale. Ka një lloj nonsensi, por unë gjykoj që çdo fjalë e një qytetari brenda në sallë është një formë e protestuarit për gjitha ato probleme që po protestojnë sot qytetarët. Ky rast ballafaqimi ka qenë rasti i parë dhe vërtet me zor i kanë përtypur fjalët që kanë thënë qytetarët. I pyetur nga gazetarët për thirrjet se në protestë nuk kërkohet vetëm largimi i qeverisë, por edhe i liderit të opozitës, Boçi shtoi se ato janë kërkesat të simpatizantëve socialistë dhe jo të protestuesve. Kryeministri Edi Rama mirëpriti në Tiranë mish presidentin e Francës, François Hollande, në të cilin e nderoi me medaljen e artë të mirënjohjes publike për kontributin e tij në forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Në rrjetet sociale, kreu i qeverisë cilësoi vizitën e ish-kreut të shtetit francez në Tiranë si një privilegj, duke e vënë theksin tek mbështetja e tij e vazhdueshme për Shqipërinë. Në shenjë mirënjohje për miqësinë, mbështetjen dhe kontributin e tij në forcimin e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Francës, pata nderin t'i akordoi medaljen e artë të mirënjohjes publike, shprehet kryeministri Rama. Rama vlerësoi gjithashtu rolin e ish-presidentit Hollande në promovimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe mbështetjen për integrimin evropian. Dy persona kanë rënë në prangat e policisë në Shkodër, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim pas një konflikti me armëzjarri të ndodhur mbrëmjen e 25 qershorit në lagjen Tre Heronjt. Fshinjët Ndoc Lufi, 63 vjeç, dhe Aleksandër Fojleta, 27 vjeç, pasi u përfshin në një konflikt për motive të dobta, qelluan me armëzjarri për të kanosur njëri tjetrin. Nga të shtënat u dëmtua porta e oborrit të banesës së 63 vjeçarit dhe një automjet i parkuar aty. Gjatë kontrolleve të kryera, efektivët u sekuestruan një armëzjarri Kalashnikov që dyshohet se është përdorur gjatë konfliktit, si dhe municion luftarak dhe 4 kallëpe lënë të dyshuar plasës e Tritol në banesën e 27 vjeçarit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, prezantoi planin e masave për mbarvajtjen e sezonit turistik. Ai tha se vëmendje do t'i kushtohet sigurisë së pushuesve në plazhe dhe parandalimit të aksidenteve rrugore. Çdo mjet lundrues i huaj që do të vinë në Bregdetin shqiptar nuk do të regjistrohet në pikat doganore, por regjistrimi i tyre do të bëhet në hapësira detare. Kjo për të shmangur fluksin dhe rradhët e gjata për ata që zgjedhin vendin tonë për pushimet e tyre. Risia u bë e ditur nga vetë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita gjatë prezantimit të masave të ndërmarra për mbarvajtjen e sezonit veror. Duke filluar nga ky sezon, ne po aplikojmë një risi të rëndësishme teknologjike. Shërbimet tona do të kryejnë verifikimet dhe regjistrimet e mjeteve të huaja lundruese direkt në hapësirën detare nëpërmjet tabletave të lidhura me sistemin TIMS, duke lehtësuar procedurat pa pasur nevojë që të bregëzohen apo të paraqiten për regjistrim në pikat e kalimit kufitar. Hita paralajmëroi zero tolerancë për mjetet lundruese, sidomos për jet skit. Krahas masave për sigurinë detare, Hita tha se monitorim të rrept me pajisje teknologjike do të ketë në akset rrugore. Rrugët e Shqipërisë duhet jenë sa më të sigurta dhe kjo arrihet nëpërmjet mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor që tashmë po aplikojmë. Zero ndalime pa shkak e arsye, shtim në maksimumi të teknologjisë me qëllim që të parandalohen aksidentet dhe të evidentohen shkelësit e kodit rrugor. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari u shpreh se siguria është prioritet për zhvillimin e turizmit, jo vetëm në atë bregdetar, por dhe atë malor. Një vend i sigurt nuk ndërtohet me fjalë, por me shumë punë e përkushtim. Me njerëz që zgjohen të parët dhe flen të fundit. Dhe këtu e kam fjalën pikërisht për ju, për punonësit e policisë së shtetit, e cila ka barrën kryesore në këtë muaj me fluks të lartë udhëtarësh dhe grumbullimesh në zonat turistike të vendit. Sezoni veror nuk është thjesht periudhë pushimi. Është prova më e madhe
e shërbimit tuaj. Policia nisur nga fluksi i lartë i turistëve ka shtuar numrin e sporteleve në pikat kufitare për të reduktuar kohën e pritjes dhe burokracitë në hyrje dhe dalje të vendit. Ministri i Bujqësisë Andi Salla lajmëroi shtyrjen me 10 ditë të aplikimeve për skemën e mbështetjes për fermerët. Në një konferencë për shtyp, ai sqaroi edhe përpjekjet që po bëhen me Komisionin Evropian për të zhbllokuar fondet e IPARD. Kjo e premte shënoi afatin e fundit për fermerët për të aplikuar për skemën kombëtare, por Ministria e Bujqësisë njoftoi shtyrje. Ministri i Bujqësisë Andi Salla deklaroi se fermerët do të kenë edhe 10 ditë kohë për aplikime. Sipas tij, deri tani kanë aplikuar rreth 40.000 fermer. Duke pas parasysh që këto ditët e fundit ne kemi pas një rritje të ndjeshme të aplikimeve, që fermerët mbase nuk kanë pas kohën e duhur të aplikojnë apo kanë qenë në punë të tyre dhe duke menduar që në mëmjet stafit tonë të ministrisë ta kalojmë edhe një 10 ditë deri në datën 6 korrik për të pasur fermerët kohën e mjaftueshme të aplikojnë dhe të jenë pjesë e skemës tonë kombëtare. Gjatë ditëve në vijim, Ministria e Bujqësisë do të presë një delegacion të Komisionit Evropian për të diskutuar për zhbllokimin e fondeve të IPARD-it. Jemi në proces të sipër dhe na duhet edhe shumë pak ditë deri javën që vjen për të shprehur zyrtarisht se ditën apo mënyrën se si ne do të qasemi për IPARD-in. Po jemi në një proces shumë pozitiv. Mbetemi shpresë plot që IPARD-i të jetë sa më shpejt dhe duke dakordsuar gjithmonë me Komisionin në mënyrë që ne t'i vëmë dispozicion dhe fermerëve një shumë prej 148 milionë eurosh. Ministri Salla u ndal edhe te debati i ditëve të fundit për projektligjin që lejon të huajt të blejnë tokë bujqësore në Shqipëri pas antarësimit në Bashkimin Evropian. Ne do të dalim në konsultim dhe më pas do të marrim të gjithë vlerësimin e duhur. Kjo kërkon disa vite, nuk është e tanishme, pra kërkon një proces shumë të gjatë, mbi 7 vite, që nuk është për të miratuar tani dhe është një proces që besoj që do vite për të konsultuar, për të amenduar dhe për të pasur në një proces të tillë akoma më keq për ta kaluar si thoni ju tani në aspektin ligjor. Gjatë konferencës së përbashkët me homologu nga Kosova, Andi Salla kujtoi për fermerët edhe skemën e garancisë sovrane, duke theksuar se ajo do të ndihmojë bujqit e blegtorët të aksesojnë kredi me norma të ulta interesi në bankat e nivelit të dytë. Guvernatori Gen Ceko tha se pagesat digjitale janë rritur me 25%, ndërsa janë shtuar kufizimet për ata që përdorin para në kesh. Megjithatë, ekspertët vërejnë se janë rreth 5 miliard euro që ende përdoren në treg jashtë sistemit bankar. Një shtet që synon të funksionojë gjithnjë më shumë përmes transaksioneve bankare, duke reduktuar në maksimum përdorimin e paras fizike, duket se po hedh hapa përpara. Këtë e tregon edhe të dhënat që paraqiti guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Ceko në një aktivitet të zhvilluar në Akademinë e Shkencave. Për të nxitur përdorimin e instrumenteve elektronike të pagesave, kemi ndërhyrë me masa rregullatore për vendosjen e kufive maksimal në komisionet me cilat ngarkohen qytetarët, duke bërë edhe diferencime midis pagesave në ark dhe pagesave në distancë ose pagesave elektronike. Kurorëzimi i gjithë iniciativave ligjore dhe infrastrukturore është padyshim antarësimi ynë si Shqipëri në sistemin evropian të pagesave SEPA. Por ndërsa pritej që sasia paras fizike në qarkullim të binte, të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë të kundërtën. Parat që lëvizin jashtë sistemit bankar kanë arritur në rreth 5 miliardë euro, duke shënuar rritje nga muaj në muaj. Kjo shpjegon që shkalla informalitetit në Shqipëri vazhdon që të jetë një shqetësim serioz. Fakti që qarkullojnë rreth gati 5 miliardë euro, ekuivalenti gati 5 miliardë eurove, qarkullojnë jashtë sistemit financiar tonit, do të thotë që informaliteti në ekonomi vazhdon që të ketë rritje, nga në vend që të ketë një reduktim. Megjithatë, kalimi drejt një ekonomie pa kesh, edhe pse ndihmon në luftën kundër informalitetit dhe rrit transparencën, si edhe rreziqe për qytetarët. Dhe një nga rreziqet mendoj që lidhet me çështjet e sigurisë dhe me humbjen e privatësisë, është një nga do thoya anët disavantazhet e këtij sistemi të ri. Por siç e thash, kjo varet nga gjetja e një balanci midis interesit që ka në tërësi shoqëria njerëzore. Ndërsa Shqipëria po afrohet me standardet europiane në fushën e pagesave elektronike, sfida mbetet bindja e qytetarëve dhe bizneseve për të braktisur pagesat fizike.
Alianca për Ardmërinë e Kosovës është gati të bashkojë votat e saj me Albin Kurtin për formimin e institucioneve të reja, por kjo ndihmë vjen me disa kushte që lidhen me çështje ekonomike dhe që nuk përjashtojnë as propozimin e Ramush Haradinajt për president. Kryetari i Aleancës për Ardmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, ka bërë të ditur se partia e tij nuk do të bëhet pengesë për krijimin e institucioneve të reja, duke konfirmuar gatishmërinë për të siguruar edhe kuorumin e nevojshëm nëse kërkohet. Megjithatë, gjatë një konference për mediat ai theksoi se ky kontribut kushtozohet nga disa kërkesa për hapa konkrete që mbrojnë interesat e qytetarëve. Nuk do ta pengojmë themelimin e institucioneve. Në asnjë mënyrë. Nëse ka nevojë për quorum, do ta bëjmë quorumin. Por na duhet poster, zotimi i poster me shkrim, që këto veprime do të ndërmiren. Në kundërvlerë nuk kërkojmë asnjë gjë. Në konferencën me gazetarët, Gjini u ndal edhe tek mundësia që Ramush Haradinaj të propozohet për postin e presidentit. Nëse Ramush Haradinaj do të propozohet për president, vlen e njëjta formulë, për ne kish me qenë nder, por nuk jemi duke e vendosur si kusht. Ne mendojmë që Kosova nuk kish mujt me pas president më të mirë se Ramush Haradinaj tash, mirë po nuk po dojmë me bloku Kosovën për këtë bindje tonën që është e plotë dhe e pandryshueshme. Kushtet e paraqitura përfshin pranimin e projektit amerikan për gazin, ndërtimin e një termocentrali me qymyr, ngritjen e pragut të TVSH-s për bizneset e vogla deri në 100.000 euro, lirimin e tokës bujqësore nga taksa e pronës si edhe financimin e plot buxhetor për projektet e pezulluara të infrastrukturës. Këtu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.